Profesor, kam dhe diçka të fundit për ta mbyllur, është bërë sigurisht bëri e hond madhe deklarata juaj atëherë se çfarë kishte thënë Vjosa Osmanit për raport me Ramën, ndërkohë që ashtu sikur e thoni edhe në shkrimet e tuaja, Rama arriti ta përçante Kurtin dhe Osmanin, por çfarë do tani? Do kemi zgjedhje të parakohshme, do kemi një president të ri? Si mendoni që do të kalohet kjo krizë? Unë besoj që do ketë një president të ri. Kurti sigurisht që është i detyruar të bëjë një kompromis. Në fakt ai nuk është shprehur kundër kompromisit asnjëherë. Për mua Kurti ka të drejtë ta ketë edhe presidentin, sepse ka shumicën dërmuese të votave, nuk ka, domethënë në ato vota ai krijon qeveri dhe përpasoj duhet ketë edhe presidentin. Nëse nuk do të krijonte qeverinë dhe do kishte koalicion me një parti tjetër për të krijuar qeveri, sigurisht që o kryeministri o presidentin do e jepte qeverisë në koalicion. Por derisa ai krijon vetëm qeverinë, duhet ta ketë edhe presidentin. Por klauzola për të marrë pjesë 80 deputet në mbledhjen e plenare të parlamentit, në zgjedhjen e presidentit, pavarësisht gjatë një votave që mund të marrin në raundin e fundit, kjo klauzole detyron të bëj kompromis edhe pa koalicion qeverisës. A do ta bëj Kurti këtë kompromis? Unë them që do ta bëj. Por sigurisht që këtë kompromis do ta bëjë edhe partia e cila do të pranojë të votojë presidentin e Republikës Kosovës. Që do thotë, do marrë një president, i cili do të jetë dakord edhe Kurti, se ai mund të marrë një ekstremist partisë vet, një anti-Kurt të thekur, dhe thotë ky është kandidati im. Po kjo nuk funksionon, nuk shkon. E dyta, mund marrë një ignorant atje dhe thotë ky është kandidati im për president. Po kjo nuk shkon, së paku në nivelin e Glauk Konjushës duhet jetë kandidati që propozon partia opozitare që pretendon të marrë presidentin e Republikës. Dhe nëse një parti, PDK apo Lidhja Demokratike e Kosovës, paraqet një kandidaturë të dinjitetshme dhe me integritet, si Glauk Konjusa dhe Kurti nuk do ta pranonte, qytetari nesër po u bën zgjedhje do ndëshkoj Kurtin, s'ka pse ndëshkon në opozitën, sepse opozita ta dha emrin, sepse qytetarët e vlerësojnë. Duke vlerësuar kandidatin, qytetarët vlerësojnë edhe fajin e atij që ka përgjegjësi për shkuarjen në zgjedhjet parakohshme, në zgjedhjet e reja. Në këtë aspekt mendoj që Kurti është i detyruar të pranojë kompromis, besoj që ka për të zgjidhur me kompromis. Ndoshta presidenti do të vijë nga Lidhja Demokratike. Nëse vjen nga Lidhja Demokratike besoj që i garanton të gjitha votat për zgjedhje presidentin. Dhe me votat e Lidhjes Demokratike bën 82. Se është folur edhe për Lumirin, për kryetarin ditët e fundit. Është folur, ndoshta mund të jetë, nëse Lumiri ka vendosur që të lejë detyrën e mund të ketë një rokat ndoshta me Osmanin. Edhe për të rikthyer Vjosa Osmanin atje, mundet të bëhet Lumiri, por ndoshta ai mund të kandidojë Vjosa Osmani sërish. Për mua Vjosa Osmani ka qenë një presidente shumë e aftë, shumë e përkushtuar. Përjashtu faktit të marrëdhënies së ngushtë që pati me Edi Ramën dhe që e dëmtoi seriozisht me integritet dhe dinjitet, e detyroi të shkojë në mitingun të organizatave të veteranëve për të mbrojtur Thaçin. Ne kemi parë atje në kratë të Taulant Ballës dhe përparim Ramës në sheshin e Prishtinës, presidenten e Republikës, pse se shpresonte që Rama do ta detyrojë PDK-n ta propozojë se ta votojë për presidente të Kosovës. Ishte një gafë shumë e madhe. Ajo ishte miti i Vjosa Osmanit, ishte lufta që i kishte bërë kundër Thaçit. Nuk e votoi për president, nuk e votoi në të gjitha iniciativat e veta Thaçin për ngritjen e gjykatës speciale etj. Dhe kur vjen puna shkon në një miting, nuk
Edhe sikur mos kishte asgjë, dhe sikur ta donte Hashim Thaçi, je kryetare e shtetit. Nuk mund të dalësh ti të protestosh kundër një gjykate të cilën e ka kriju shteti jo. Parimisht ishte këtë e gabuar. Prandaj kam të thënë që ajo çfarë i bëri Rama zonjës Osmani nuk ja ka bërë askush tjetër. Në këtë aspekt mendoj që duhet të mbaj vetëm marrëdhënie institucionale, jo marrëdhënie miqësore, madje marrëdhënie të tilla të cilat janë nganjëherë çojnë në enigma të cilat nuk i zgjidh njeri, siç ajo deklarata e Ramës që presidenti Osmani 2 vjet ka luftuar me prokurorët e Hagës dhe nuk ka leju që të kontrollohet zyra e Thaçit presidencë. Është deklaratë shumë e rëndë për një president të Republikës. Në të gjitha këto çfarë thash, unë mendoj dhe besoj që zonja Osmani duhet të korrigjojë vetëm këtë aspekt. Dhe do të ishte, nëse korrigjon këtë aspekt, për mua do të ishte sërish një presidente e shkëlqyer e Kosovës, një përfaqësuese e denj e shtetit Kosovës. Profesor, unë të falenderoj shumë për bisedën, për gjitha që trajtuam, të jam mirënjohës për mendimet tuaja që ndahet me shikuesit tanë. Të falenderoj shumë. Faleminderit edhe ju.